Mirë se vini në takimin tuaj javor me horoskopin VIP. Në këtë javë nga data 23 deri më 29 qershor 2025, yjet do të shkëlqejnë, duke ju udhëhequr shenjat e zodiakut në një rrugë aventurash, ndryshimesh dhe mundësish. Zbuloni se çfarë ka rezervuar fati qiellor për ju këtë javë. Nga Dashi tek Peshqit. Faleminderit që jeni pjesë e horoskopit interesant. Fillojmë me shenjën e parë. Dashi. Dashuria. Beqarët, këtë javë dashuria juaj duket si një kantier ndërtimi i hapur, kaq shumë mundësi. Pyeteni veten, çfarë më emocionon vërtet dhe guxoni t'i propozoni një kafe atij personi që ju bën të buzëqeshni edhe në mesazhet zanore. Si çift, nëse mendoni se rutina është bërë një mysafir i përhershëm, surprizoni atë që doni me një gjest të vogël të paplanifikuar. Përgatitni darkën tuaj të preferuar. Organizoni një udhëtim të shkurtër me makinë ose lini një ngjitës djallëzor në pasqyrë. Chelsea. Komunikoni nevojat tuaja pa drejtuar gishtin, ndihem dhe do të doja. Shëndeti dhe mirëqenia. Energji për të kursyer, por rezervuari nuk është i pafund. Vendosni, vërtet, në kalendar të paktën 3 intervale kohore 30 minutëshe për një stërvitje me intensitet të lartë, një vrapim me sprint. Në të njëjtën kohë, praktikoni një frymëmarrje të shkurtër 4-7-8 para gjumit, ju ndihmon të qetësoni impulsivitetin tipik të shenjës suaj të zodiakut. Në tavolinë zgjidhni ngjyra të ndezura, speca, domate, boronica. Përzierja e vitaminave mbështet tonin muskulor dhe përmirëson humorin. Provoni të regjistroni zakonet tuaja në një aplikacion ndjekjeje për 7 ditë. Të dhënat do t'ju tregojnë se ku ta regjistroni stresin dhe ku të fusni mikropushimet rigjeneruese. Puna dhe karriera. Java e sprintit, por jo të gjitha menjëherë. Përdorni rregullin 1G, identifikoni aktivitetin me ndikimin më të madh dhe merruni me të në 2 orët e para të mëngjesit, kur fokusi është në nivelin më të lartë. Një koleg do t'ju kërkojë mbështetje, pranoni, por vendosni kufi të qartë për kohën. Jeni të përgatitur për një fitore të vogël, një njohje publike ose reagime entuziaste që do të forcojë reputacionin tuaj si udhëheqës. Financat. Buxheti është nën kontroll. Bëni një kontroll të shpejtë të abonimeve tuaja, ka të paktën një që mund ta pezulloni pa u penduar. Ndani shumën e kursyer në një mikrofon për vojat koncerte, kurse fundjava aventureske. Në këtë mënyrë ju lidhni suksesin ekonomik dhe kënaqësinë personale duke e mbajtur motivimin të lartë. Një këshill për të ndjekur. Ndizni shkëndijën tuaj personale. Çdo mbrëmje, shkruani në letër 3 veprime konkrete që keni ndërmarrë gjatë ditës dhe që ju kanë afruar më shumë me qëllimet tuaja. Në fund të javës do të keni një listë të prekshme të progresit tuaj, karburantin e përsosur për të vazhduar garën drejt qëllimeve gjithnjë më ambicioze. Demi. Dashuria. Beqarët, e njihni atë ndjesinë e qetësisë që vjen kur gjithçka bie në vend? Po, këtë javë është kështu. Mënyrat tuaja të sinqerta dhe të qeta tërheqin ata që kanë nevojë për stabilitet. Por keni kujdes, mos u kënaqni me ata që ju kërkojnë vetëm kur kanë nevojë për ju. Vizitoni vende të reja ose merrni pjesë në një ngjarje që ju frymëzon. Takimi i papritur mund të ndodhë aty ku më pak e imagjinoni. Si çift, dialogu zë përsëri vendin qendror. Nëse ka tensione të pazgjidhura, merruni me ton ngadalë, por pa i shmangur. Përdorni mirësinë si levë, një mesazh i papritur ose një gjest i dashur mund të zgjidhë më shumë nyje sesa 1000 debate. Dhe nëse koha e përbashkët është e pakët, krijoni një moment vetëm për ju, edhe midis 1000 angazhimeve. Shëndet dhe mirëqenie. Duhet të gjesh ritmin dhe kënaqësinë, 2 fjalë kyçe për mirëqenien e shenjës tënde të zodiakut. Fillon nga tavolina, zgjidh ushqime të freskëta, vendase dhe aromatike. Ki kujdes nga sheqeri i tepërt, zëvendësoj atë me ëmbëlsinë natyrale të frutave si kajsit dhe fiqt. Trupi kërkon lëvizje, por në një mënyrë të butë, yoga në perëndim të diellit, shëtitje në pyll ose shtrirje me muzikë në sfond. Po për mendjen, krijo një ritual të vogël mbrëmjeje, çaj bimor, dritë e butë, fik telefonin celular, 10 minuta shënim ditari. Do të habitesh nga cilësia e gjumit tënd dhe energjia e zgjimit. Mundohu të zgjohesh çdo ditë në të njëjtën kohë, madje edhe në fundjavë. Trupi yt do të falenderojë me një vitalitet më të qëndrueshëm dhe më pak luhatje humori. Puna dhe karriera. Javë e ngjeshur. Do të gjendeni në një udhëkryq midis detyrës dhe frymëzimit. Ndiqni atë që ju bën të shkëlqejnë syt, por qëndroni pragmatik në lidhje me kohën. Një afat mund të rrëshqas ose të kërkojë një rishikim në minutën e fundit. Merrni frym, vlerësoni dhe përballoni me të me durim. Ndarja e një ideje që e keni mbajtur në sirtar për një kohë të gjatë mund të jetë një veprim fitues. Nëse punoni në një ekip, udhëhiqni me shembull, jo me zë të lartë. Autoriteti juaj i heshtur do të vihet re. Marrëdhëniet sociale. Duhet të fillosh ta kultivosh përsëri rrethin tënd, por në mënyrë më selektive. Jo të gjithë e meritojnë energjinë tënde. Bëj një ushtrim të vogël, shiko listën e 10 mesazheve të fundit në telefonin tënd. Sa prej këtyre kontakteve të ushqejnë vërtet? Do të jetë një javë e përsosur për të forcuar lidhjet e sinqerta dhe për të hequr dorë nga dinamikat toksike ose sipërfaqësore. Gjithashtu, merr në konsiderat një ftesë për në shtëpinë tënde. Një aperitiv i ngadaltë, pa formalitete, mund të forcojë një miqësi të çmuar. Pika juaj e kthesës. Ndalu për 5 minuta çdo ditë dhe pyet veten, çfarë mund të bëj sot për ta bërë jetën time pak më të ngjashme me mua?
Nuk ke nevojë për revolucione. E tëra çfarë të duhet është një listë këngësh që e do, një shëtitje pa destinacion, një telefonat me dikë që të bën vërtet të qeshësh. Çdo gjest, sado i vogël, mund të kthejë rënjet dhe lehtësinë së bashku. Binjakët. Dashuria. Beqarët është stina juaj e brendshme, edhe nëse biesh jashtë. Këtë javë e gjeni veten më të lirë dhe më kurioz se zakonisht. Një ndryshim pamje, një hobi i ri, madje edhe një gjykim i gabuar në dashuri, gjithçka mund të bëhet një shkëndijë i lindjeje. Nëse takoni dikë që ju bën të humbni rrjedhën e mendimit, mos u përpiqni të racionalizoni. Jetoni dhe vëzhgoni. Si çift, a jeni të mërzitur? Është një shenjë se diçka duhet të ringjallet, jo të braktiset. Mundohuni ta ktheni rutinën tuaj përmbys, ndërroni vendet në tavolinë, fikni televizorin në darkë, sugjeroni diçka të çmendur edhe vetëm për të qeshur së bashku. Partneri juaj nuk ju ndjek? Atëherë filloni me gjeste të vogla, ndryshimi fillon me ata që e duan vërtet. Shëndet dhe mirëqenie. Për shenjën tuaj të zodiakut, e cila lulëzon nga stimujt, idetë dhe lëvizja, mendja është po aq trup sa edhe muskuj. Por keni kujdes, nëse hidheni nga një aktivitet në tjetrin pa përfunduar asgjë, do të përfundoni të raskapitur. Organizoni bloqe 25 minutësh e përqendrimi, stili Pomodoro, të ndjekura nga 5 minuta pushim aktiv. Vallëzoni, bëni një qëndrim në duar, pini ujë. Integroni një hapësirë në ditën tuaj për të fikur shkrim i lirë, enigma, një podcast mbi një temë me të cilën nuk jeni të njohur. Dhe për të rimbushur fizikisht, kufizoni ushqimet e përpunuara dhe preferoni perimet krokante, frutat e freskëta dhe farat e vajit. Një këshill shtesë: flini me dritaren pak të hapur dhe zgjohuni me dritë natyrale, përmirëson humorin dhe qartësinë tuaj. Nëse ndiheni të shpërndar, krijoni një mini rutinë me 3 veprime të fiksuara për t'i përsëritur çdo mëngjes. Ato do t'ju japin strukturë pa ju hequr lirinë. Puna dhe karriera. A mendoni se gjithçka po ecën shumë shpejt? Ndoshta kjo është e vërtetë. Por pikërisht për këtë arsye, në vend që të përpiqeni të ndiqni çdo drejtim, zgjidhni një. Përqendrohuni në një qëllim, atë që nëse arrihet do të zhbllokojë edhe gjithçka tjetër. Është koha të guxoni të bëni një propozim jo konvencional ose të rishikoni një projekt që është lënë në sirtar. Kini kujdes të mos thoni shumë fjalë, një veprim i mirë menduar është më i mirë se 1000 shpjegime. Dhe nëse punoni në grup, dëgjoni më shumë ata që zakonisht nuk flasin shumë. Ata mund të kenë idenë që po kërkoni. Spiritualiteti. Nuk ke pse të ngjitesh në mal për të gjetur kuptim. Thjesht duhet të ngadalësosh. Edhe nëse është vetëm për 10 minuta në ditë. Fike gjithçka dhe pyete veten, apo jetoj ashtu siç dua, apo po ndjek atë që duan të tjerët. Provo diçka të re, një ditar emocional, një meditim të udhëhequr ose thjesht heshtje pas drekës. Spiritualiteti yt nuk ka nevojë për dogma, por për hapësira ku shpirti yt mund të marrë frymë. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, përpiqu t'i thuash jo çdo gjëje që të shpërqendron nga vetja. Jo për të mbyllur në vetvete, por për të zgjedhur se çfarë të lejosh të hyjë. Në këtë hapësirë të re, mund të zbulosh se ke shumë më tepër përgjigje nga sa mendoje. Dhe se duhet shumë pak për të ndjerë gjallë. Gaforia. Dashuria. Beqarët, këtë javë zemra juaj po ju dëgjon. Çdo fjalë, çdo vështrim, duket se lë një jehon më të fortë se zakonisht. Nuk është brishtësi, është ngeshmëri e rafinuar. Dhe mund të bëhet forca juaj. Nëse jeni duke kërkuar një dashuri që ju kupton vërtet, lërini të tjerët të vinë tek ju. Lëreni veten të gjendeni autentik, jo të përsosur. Si çift, mund të ketë momente tensioni, ndoshta të lidhura me një heshtje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Por fuqia juaj qëndron në mënyrën se si zgjidhni të reagoni. Në vend që të mbylleni në vetvete, hapni një rrugë, tregoni atë që ndjeni, pa akuzuar. Organizoni një darkë intime në shtëpi, fikni telefonat dhe takohuni atje në detaje. Bashkëpunimi ka nevojë për kujdes, jo për shurm. Shëndet dhe mirëqenie. Mirëqenia juaj këtë javë fillon me ujin, brenda dhe jashtë. Kontakti me detin, një liqen apo edhe vetëm një banjë e nxehtë mund t'ju rimbush energjik më shumë se sa imagjinoni. Emocionalisht jeni në lëvizje, për të stabilizuar veten, krijoni mikrorituale për qëndrimi. Një meditim i udhëhequr në mëngjes, disa minuta shënim ditari në mbrëmje ose edhe thjesht ecje zbathur në shtëpi me muzikë të butë në sfond. Dieta juaj duhet të jetë e thjeshtë, ushqyese, e butë, supa të ftohta me krem, peshk blu, kajsi të pjekura. Mos e mbingarkoni veten me aktivitete intensive. Më mirë të bëni shtrirje të buta, nokte ngadaltë ose yoga nidra. Mbani afër një objekt simbolik, një gur, një guask, një shënim të shkruar nga dikush që e doni. Dhe përdoreni atë si një inspirancë në kohë të vështira. Do t'ju kthejë te vetja. Puna dhe karriera. Ke shumë për të thënë, por ndoshta nuk mund të gjesh mënyrën e duhur për ta shprehur. Këtë javë, në vend që të shpjegosh, trego rezultatet e tua, intuitat e tua, besueshmërinë tënde të heshtur. Do të vijë një kënaqësi e vogël, një frasë e thënë në kohën e duhur, një vlerësim i papritur që do të bëjë të ndihesh i parë. Shmang dëshirën për të bërë gjithçka vetëm. Të kërkosh ndihmë për ty është një akt guximi. Bëje. Nëse po kërkon shtigje të reja, fillo të shikosh brenda vetes tani, qoftë edhe vetëm duke mbledhur ide dhe kontakte. Marrëdhënie familjare.
Lidhjet familjare janë si themeli i një shtëpie për ju, nëse ato dridhen, gjithçka lëkundet. Këtë javë mund të ndjeni të thirrur për të zgjidhur keqkuptimet e vjetra ose thjesht për të qenë më shumë aty. Nuk ka nevojë për fjalime të mëdha, edhe vetëm përgatitja e një vakti për ditë që e doni ose dërgimi një fotoje të dashur mund të rivendosë një fije lidhjeje. Nëse ka distanca, mos e detyroni afërsinë, qëndroni të pranishëm, por respektoni kohën e të gjithëve. Ndonjëherë, lënia e hapësirës është gjesti më i dashur që ekziston. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, dhurojini vetes një ëmbëlsirë në ditë, pa ndier faj. Një filxhan çaj, një orë lexim, një pasdite në heshtje. Nuk është një aratisje, është ushqim. Vetëm në këtë mënyrë mund të ktheheni te dhënia me atë bujari që ju bën unik, por pa e zbrazur veten. Luani. Dashuria. Beqarët, keni një magnetizëm që ndizet pa mundim këtë javë. Ju duhet vetëm të hyni në një dhomë për të tërhequr shikime, por sfida e vërtetë do të jetë të dalloni ata që ju shohin vërtet nga ata që ndalen vetëm në sipërfaqe. Lërini ata që ju interesojnë të flasin, dëgjoni nuancat, fjalët e thëna midis rreshtave do t'ju tregojnë më shumë se 1000 komplimente. Si çift, ju doni të ndiheni të vlerësuar, por keni kujdes të mos prisni shumë. Mundohuni të surprizoni të parët, një mesazh i dashur, një ftesë spontane ose një dhuratë e vogël e zgjedhur me kujdes. Reciprociteti këtë javë ndërtohet me gjeste të vogla. Nëse ka pasur fërkime, shmangni përballjen e drejtë për drejtë. Një buzëqeshje mund të tresë më shumë se sa një shpjegim. Shëndet dhe mirëqenie. Energjia juaj është një far, por edhe farët kanë nevojë për mirëmbajtje. Për të shmangur mbi ngarkesën, shkruani prioritetet tuaja të përditshme. Zvogëloni shumë punë njëkohësisht dhe zgjidhni një aktivitet në ditë që ju bën të shkëlqeni nga brenda. Fizikisht, zgjidhni sporte që ndezin motivimin tuaj, vallëzim, crossfit, tenis. Diçka që ju vendos në qendër dhe ju bën të ndiheni gjallë. Hani ngjyra, karrota, pjepër, speca, kajsi. Beta-karoteni është i mirë për lëkurën tuaj dhe zjarrin tuaj të brendshëm. Dhe mos harroni kujdesin për veten, një maskë për fytyrën, një vaj aromatik, një veshje që ju përmirëson. Kur ndiheni mirë nga jashtë, shkëlqeni edhe nga brenda. Çdo mëngjes shikoni në pasqyrë dhe zgjidhni një mantër. Bëjeni tuajën për të gjithë ditën. Mund të jetë aq e thjeshtë sa, sot i ndriçoj ata përreth meje. Puna dhe karriera. Java hapet me ide të shkëlqyera, por keni kujdes të mos i humbisni të gjitha menjëherë. Paraqitni projektet tuaja me rregull, qartësi dhe mbi të gjitha me pasion. Kjo nuk ju mungon kurrë. Ka nga ata që ju vëzhgojnë në heshtje dhe ndoshta do të vendosin nëse do t'ju ofrojnë një përgjegjësi të re. Mos kërkoni miratim me çdo kusht, përkundrazi veproni me qëndrueshmëri dhe stil. Nëse punoni në një ekip, është koha të tregoni se mund të udhëhiqni me zemrën tuaj, jo vetëm me ambicie. Suksesi personal. Suksesi për ju nuk është vetëm dukshmëri, është të ndjeni plotësisht në shprehjen tuaj. Këtë javë pyeteni veten, apo i përdor vërtet talentet e mia apo thjesht po përpiqem të mos zhgënjej? Gjeni kohë për të kultivuar diçka që ju pëlqen pa qëllimin për të fituar para. Qoftë duke luajtur muzikë, duke gatuar apo duke u stërvitur para pasqyrës, bëjeni vetë. Do të habiteni se sa shumë kjo kënaqësi personale mund të reflektohet edhe në rezultate praktike. Pika juaj e kthesës. Kushtoj një orë në javë vetëm vetes, pa telefonin tënd, pa detyra, pa dëshmitar. Përdore atë për të bërë atë që të ushqen thellë. Edhe thjesht duke heshtur. Sepse kur kujton se kush je në të vërtetë, gjithçka tjetër fillon të kthehet në drejtimin e duhur. Virgjëresha. Dashuria. Beqarët, nuk keni nevojë për efekte speciale për të takuar dikë që ka rëndësi. Këtë javë, dashuria fshihet në detaje, një vështrim që zgjat pak më shumë, një bisedë e papritur në radhë në bar, një fjalë e lënë pa thënë. Jini të hapur, por mos impononi asgjë. Nëse dikush ju intrigon, bëjini vetes këtë pyetje: a ndihem më shumë si vetvetja me këtë person? Përgjigjja vlen më shumë se 1000 biseda. Çiftet, dëshira për rregull mund t'ju bëjë të dukeni të ftohtë. Por ata që ju duan duhet të dëgjojnë anën tuaj të butë, jo vetëm atë efikase. Merrni kohë për të dëgjuar, edhe kur jeni të lodhur. Një gjest praktik, si t'i bëni kafenë e preferuar personit tjetër ose të rregulloni diçka që e keni shtyrë për muaj të tërë, do të flas më shumë se 1000 fjalë për dashurinë. Shëndet dhe mirëqenie. Kjo është java juaj për të rikthyer trupin dhe mendjen tuaj në rregull. Filloni me gjëra të vogla, zgjohuni në të njëjtën kohë, pini ujë të ngrohtë me limon sapo të zgjoheni dhe bëni 5 minuta frymëmarrje të vetëdijshme. Ju nevojitet strukturë, por jo ngurtësi. Një agjend mirëqenie me hapësira për t'u çelur, për të gatuar mirë dhe për të lëvizur rregullisht do të bëjë mrekulli. Shmangni ushqimin tepër të përpunuar, përqendrohuni te drithërat e plota, perimet e zjera në avull, frutat sezonale. Gjithashtu, rregulloni hapësirat. Rregullimi i shtëpisë ose i tavolinës suaj mund të bëhet një gest terapeutik. Dhe nëse ndjeni sikur mendja juaj po rrotullohet shumë shpejt, shkruani. Shënimi i mendimeve ju ndihmon t'i shihni ato nga jashtë dhe t'i lehtësoni ato. Çdo mbrëmje pyeteni veten, çfarë më bëri të ndihem vërtet mirë sot? Përgjigjja do të jetë pika juaj e fiksuar. Puna dhe karriera. Ke një vëmendje ndaj detajeve që pak veta e kanë, por mos e shndërro në ankth kontrolli. A mund t'ju rrëshjas diçka nga duart? Po. Por forca e vërtet është përshtatja, jo gjithmonë të kesh gjithçka nën kontroll.
Organizo aktivitetet e tua me përparësi të vërteta, jo vetëm me atë që duhet të bëhet. Mund të marrësh një kompliment të sinqert nga një koleg ose një reagim pozitiv nga një epror, mos e minimizo, është i merituar. Nëse je i pavarur ose i vetëpunësuar, rishiko strategjinë tënde. Ka një fushë që po e lë pas dore, por që mund të jetë çuditërisht produktive. Mirëqenia shtëpiake. Shtëpia juaj është tempulli juaj. Këtë javë bëjeni atë një vend që ju mbështet. Shtoni diçka që ju bën të buzëqeshni sapo hyni brenda, një bim, një qilim të ri, një cep leximi. Mos i shtyni për më vonë rregullimet e vogla, ndërimin e një llambë, pastrimin e atij sirtari të rrëmujshëm, riorganizimin e qilarit. Çdo gjest është një akt kujdesi për veten tuaj. Dhe nëse ndjeni sikur ju mungon ngrohtësia, ftoni një mik për darkë, edhe nëse është diçka e thjeshtë. Muret rezonojnë me emocionet që ju mirëprisni. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, shpenzoni 15 minuta në ditë duke rregulluar diçka, brenda ose jashtë. Mund të jetë një dosje në tavolinën tuaj të punës, frigoriferi, portofolin tuaj ose thjesht një mendim që ju vjen ndërmend. Lirimi i hapësirës është hapi i parë për të lejuar hyrjen e ajrit të pastër. Dhe jeni gati. Peshorja. Dashuria. Beqarët këtë javë mund të ndiheni pak të ndarë midis nevojës për liri dhe dëshirës për një lidhje autentike. Mos zgjidhni menjëherë, vëzhgoni. Ka nga ata që ju magjepsin me fjalë të përsosura, por nuk shkojnë thellë, dhe nga ata që ndoshta duken më të rezervuar, por ju shikojnë sikur të ishit personi i vetëm në vonë. Besojini intuitës suaj. Nëse zemra juaj ndihet e qetë, jeni në rrugën e duhur. Çiftet, marrëdhënia kërkon ribalancim, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se nevojiten revolucione të mëdha. Ndonjëherë një ndryshim perspektive është i mjaftueshëm. Mundohuni të pyesni veten, çfarë mund të bëjë që personi tjetër të ndihet më i dashur sot? Dhe bëjeni pa pritur asgjë në këmbim. Edhe heshtja, nëse ndahet me qëllim, mund të bëhet një përkëdhelje. Shëndet dhe mirëqenie. Keni nevojë për harmoni të vërtetë brenda dhe jashtë. Filloni me mendjen tuaj, nëse ndiheni të mbingarkuar, zvogëloni njoftimet dhe kufizoni bisedat shpërqendruese. Koha cilësore, edhe vetëm, ja vlen shumë. Fizikisht, zgjidhni praktika të buta por të rregullta, pilates, tai chi ose shëtitje në mjedise natyrore. Lëvizja do t'ju ndihmojë të çliroheni nga ankthi dhe të gjeni ekuilibrin. Nga ana ushqyese, lehtësoni veten, eliminoni ushqimet që janë shumë të pasura ose të përpunuara. Thuajini po sallatave me fruta të freskëta, çajave bimor relaksues dhe shumë ujë të aromatizuar me limon dhe xhenxhefil. Merrni 10 minuta çdo ditë për të ndaluar, për të marrë frymë, për të dëgjuar një këngë që ju pëlqen. Her pas here, thjesht pyeteni veten, apo më bën mirë kjo zgjedhje apo po më shtëron? Dhe veproni në përputhje me rrethanat. Puna dhe karriera. Java ecën me një ritëm të mirë, por vetëm nëse arrini të thoni disa jo të tjera. Nuk jeni përgjegjës për çdo ekuilibër, edhe nëse ju vjen natyrshëm të përpiqeni të rregulloni gjithçka. Zgjidhni bashkëpunimet tuaja me kujdes dhe mos i jepni shumë kohë asaj që nuk ju ushqen profesionalisht. Një ide krijuese mund të marrë formë nëse i jepni hapësirë. Bëjeni edhe nëse vetëm si një ushtrim personal. Ata që punojnë me ju do ta vënë re origjinalitetin tuaj nëse ua tregoni atyre pa filtra. Dhe nëse ndiheni të nënvlerësuar, gjeni guximin të pohoni kontributin tuaj, me elegancë, por pa e nënvlerësuar veten. Marrëdhëniet sociale. Duhet të jesh më selektiv në lidhje me energjitë që të rrethojnë. Nuk është egoizëm, është kujdes. Këtë javë, një miqësi nga e kaluara ose një person me të cilin mendon se duhet të sqarosh diçka mund të rishfaqet. Merr kohën tënde, por mos ik. Vizitoni vende që të frymëzojnë dhe njerëz që të bëjnë vërtet të qeshësh. Të qeshësh me dikë është një nga shenjat më autentike të afinitetit. Dhe nëse mendon se një marrëdhënie nuk të respekton, mbyllë atë derë me mirësi, por pa hezitim. Pika juaj e kthesës. Çdo natë, shkruaj një gjë që ke bërë vetëm për veten tënde. Edhe nëse ka qenë e vogël. Pas 7 ditësh, rilexo gjithçka. Do të kuptosh se kultivimi i vetes nuk është luks, por bazë për gjithçka tjetër. Dhe ti, këtë javë, meriton ta vendosësh veten përsëri në qendër. Akrepi. Dashuria. Beqarët, ndiheni më selektiv se zakonisht dhe me të drejtë. Këtë javë keni një shikim që shkon për të i pamjes së jashtme, dhe kjo ju lejon të intuitoni shumë edhe para se dikush të flasë. Nëse dikush përpiqet t'ju bëjë përshtypje me fjalë të larta, buzëqeshni, por mos e lini mbrojtjen tuaj të bjerë. Kërkoni dialogje intensive, shkëmbime të vërteta, heshtje që nuk ju bëjnë të ndiheni në siklet. Dhe nëse kjo vibracion instiktiv shuhet, mos u përmbaheni. Si çift, dëshira për të vërtetën e thellë mund t'ju shtyjë të gërmoni në heshtjet e partnerit tuaj. Por kini kujdes që të mos e shndërroni bisedën në një marrje në pyetje. Besimi ndërtohet, nuk zhvatet. Mundohuni të ndani atë që ndjeni së pari, edhe nëse është e pakëndshme. Është vetëm një mënyrë për të krijuar një lidhje që zgjat vërtet. Dhe ndoshta, gjatë fundjavës, shijoni një moment larg gjithçkaje, vetëm ju të dy. Shëndet dhe mirëqenie. Ekuilibri juaj fillon nga bota juaj e brendshme. Nëse nuk ndaloni kurrë, nëse mbani gjithçka brenda, herët avon trupi juaj do t'ju dërgojë sinjale. Këtë javë, dëgjojini ato. Kërkoni.
Praktika pastrimi mendor dhe emocional, shkrimi lirë në mëngjes, një shëtitje e heshtur, një banje e ngrohtë me vajra esencial, sherbela ose eukalipti janë të shkëlqyera. Keni nevojë për lëvizje, por jo çfarëdo, arte marciale, ushtrime funksionale ose ecje në natyrë. Aktivitete që ju bëjnë të ndiheni të fortë, të lidhur, të përqendruar. Shmangni sheqernat e rafinuar dhe pije tepër emocionuese. Në vend të kësaj, zgjidhni ushqime të errëta dhe të pasura, boronica, çokoladë të zezë, faraliri. Ato gjithashtu do t'ju ndihmojnë të përmirësoni humorin tuaj. Nëse ndiheni të pakët energjie, vendosni rregull në një hapësirë kaotike, mjedisi i jashtëm pasqyron dhe ndikon hapësirën tuaj të brendshme. Puna dhe karriera. Këtë javë keni një mendje të mbret dhe fjalën e duhur në kohën e duhur. Përdoreni këtë avantazh strategjikisht, jo me padurim. Mund të merrni një propozim interesant, por jo gjithçka është ashtu siç duket. Para se të thoni po, bëni pyetje, mblidhni informacion, vëzhgoni. Ata që punojnë me ju do ta vënë re frymën tuaj të iniciativës, mos e humbni atë në betejë e goje. Synoni të ndërtoni aleanca, jo përplasje. Nëse jeni përgjegjës për një projekt, rishikoni objektivat dhe kohën, mund të optimizoni diçka dhe të arrini më shumë me më pak përpjekje. Njohuri dhe rritje. Je jetur për dije dhe kjo është një javë e shkëlqyer për të investuar në veten tënde. Regjistrohu për një kurs, lexo diçka që të stimulon, kërko burime të reja frymëzimi. Madje mund të takosh dikë që të ofron një këndvështrim të ri. Mos u mbyll në vetvete, ndonjëherë idetë më të mira vijnë nga ato që të bëjnë të ngresh hundët. Rifresko rutinën tënde intelektuale, ndrysho vendin e leximit, dëgjoj një leksion ndërsa ecën, mbaj një ditar të zbulimeve të tua. Do të ndihesh i rigjallëruar. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, zgjidh një moment çdo ditë për të kuptuar qartësinë, një mendim, një dyshim, një lidhje. Mos lejo që gjërat të grumbullohen brenda teje. Deri në fund të javës do të ndihesh më i lehtë, më i qartë, më shumë i yti. Dhe kjo, për ty, ja vlen gjithçkaje. Shigjetari. Dashuria. Beqarët dëshironi diçka të vërtetë, por pa hequr dorë nga liria juaj. Dhe e dini çfarë? Mund t'i keni të dyja. Këtë javë mund të takoni dikë që jo vetëm ju kupton, por flet të njëjtën gjuhë emocionale me ju, një gjuhë të bërë nga ironia, kurioziteti dhe shikimet njohëse. Mos u përpiqni t'i kufizoni të gjitha menjëherë. Lini hapësirë për lojë, flirtim të lehtë, aventurë që të jep erë mundësie. Si çift, ndiheni më të hapur se zakonisht, por partneri juaj mund të mos jetë në gjendje të mbajë ritmin tuaj. Kërkoni kompromis, por pa sakrifikuar plotësisht nevojat tuaja. Organizoni diçka të re së bashku, një udhëtim, një aktivitet që nuk e keni bërë kurrë më parë dhe do të rizbuloni gëzimin e surprizimit të njëri tjetrit. Mërzia me ju nuk duhet të ekzistojë. Gjeni mënyra krijuese për të ringjallur shkëndijën. Shëndet dhe mirëqenie. Trupi juaj kërkon lëvizje, ajër të pastër, larmi. Asnjë palestër e errët apo rutinë përsëritse, zgjidhni sporte dinamike dhe mjedise stimuluese. Mund të provoni një klas acroyoga, një xhiro me biçikletë ose një disiplinë të re që bashkon mendjen dhe trupin. Kontakti me natyrën do të jetë thelbësor, edhe një shëtitje në fshat mund t'ju ndihmojë të çlironi tensionin. Në tavolinë përqendrohuni te ushqime të freskëta dhe shumë ngjyrëshe, sallata krijuese, fruta sezonale, pjata të lehta etnike. Shmangni mbi ngarkesën me shumë aktivitete. Ju duhet të rikuperoheni edhe mendërisht. Një mbrëmje në javë, fikni gjithçka dhe qëndroni vetëm me një libër ose muzikën tuaj të preferuar. Çdo mëngjes pyeteni veten, çfarë mund të bëj sot për të ndjerë më i gjallë? Dhe bëjeni, edhe nëse është thjesht të kërcej vetëm në kuzhinë. Puna dhe karriera. Ke energji shpërthyese planifikimi. Ide, intuita, propozime gjithçka lëviz shpejt, por ka nevojë për drejtim. Bëj një listë me 3 objektivat kryesore të javës dhe përqendrohu vetëm tek ato. Një mundësi mund të trokasë në derë në formën e një kontakti, ftese ose propozimi. Vlerësoje me kujdes, nëse të bën të ndihesh më i lirë dhe jo më i lidhur, ndoshta është ajo e duhura. Në punë ekipore, stimulo kreativitetin e të tjerëve, por mos i detyro ata që kanë ritme të ndryshme nga tuaja. Leadershipi yt është po aq frymëzues sa është edhe ngjitës, përdoreni atë me respekt. Bujari. Ke një zemër të madhe dhe kur ndihesh mirë dëshiron ta ndash atë me botën. Këtë javë mund të kesh mundësinë të bësh diçka falas, spontane, të sinqertë për dikë, një ndihmë konkrete, një dhuratë të papritur, një akt mirësie. Mos e bëj për të marrë diçka në këmbim. Bëje sepse të bën të ndihesh mirë. Universi ka mënyrën e vet për t'i dhënë mbrapsht. Dhe nëse ndjen nevojën t'i japësh një kuptim më të thellë asaj që bën, përfshiu në diçka kolektive, një kauzë, një ngjarje, një projekt me ndikim. Pika juaj e kthesës. Çdo ditë bëj një zgjedhje jashtë rutinës sate. Ndrysho rrugën tënde, ndrysho vendin tënd në tavolinë, ndrysho listën tënde të këngëve. Jeta ndriçon kur e thyen këtë model. Dhe ti, më shumë se kushdo tjetër, e di se çdo ndryshim është një aventurë që ja vlen të jetohet. Britsjapi. Dashuria. Beqarët, racionaliteti juaj shpesh ju mbron, por këtë javë duhet ta lini veten pak të lirë. Ka dik afër që ju ka vëzhguar për një kohë, por ndoshta nuk guxon t'ju afrohet sepse dukeni shumë të padepërtueshëm. Surprizojini me një buzëqeshje, me një shaka jashtë skenarit, me një pyetje që nuk e presin. Dashuria nuk është gjithmonë një çështje logjike dhe ju e dini këtë.
Çiftet mund të ndiheni të largët, jo për mungesë dashurie, por sepse shumë mendime ju sillen në kokë. Nëse partneri juaj nuk e kupton këtë heshtje tuajën, thuajani. Ndonjëherë një e thjesht, nuk kam nevojë të flas tani, por kam nevojë që të jesh aty është e mjaftueshme. Fundjava është perfekte për të rizbuluar intimitetin. Ndoshta me një dalje të thjesht por të sinqert, pa shpërqendrime. Shëndet dhe mirëqenie. Për të ndier mirë, duhet të ndihesh në kontroll. Por ki kujdes të mos e ngatërosh disiplinën me ngurtësinë. Këtë javë, puno për ekuilibrin midis efikasitetit dhe rikuperimit. Krijo një rutinë mëngjesi me element të qartë, një alarm i fiksuar, lëvizje të lehta, shtrirje ose një shëtitje e shkurtër, një mëngjes ushqyes. Do të jap ndjesinë e kontrollit të ditës. Përfshi ushqime që të japin energji të qëndrueshme, drithëra të plota, fruta të thata, bishtajore. Shmangni sasitë e mëdha të sheqerit ose kafeinës që të bëjnë të ngrihesh dhe pastaj të rrëzohesh. Nëse ndjen tension të grumbulluar, provo një masazh tensionues ose një seancë refleksologjie. Trupi, në rastin tënd, ruan atë që mendja nuk e përpunon. Një herë në ditë, lërimën janë të gjitha pajisjet elektronike për 30 minuta dhe kushtoj diçka e manuale, gatimit, shkrimit me dorë, rregullimit të një cepi të shtëpisë. Të kthen në të tashmen. Puna dhe karriera. Ke një qëllim në mendje? Shkëlqyeshëm. Por mos e shtyp gazin nëse ndjen se po të mbaron energjia. Kjo është një javë e shkëlqyer për të rishikuar planet, për të përmirësuar proceset dhe për të deleguar atë që nuk është më puna jote. Një koleg mund të kërkojë mbështetje, mendo nëse është koha e duhur për të ndihmuar apo nëse rrezikon të kompromentosh kohën tënde. Nëse ndihesh i nënvlerësuar, trego rezultate, jo ankesa. Puna jote flet për ty, bëje të dukshme, jo thjesht perfekte. Menaxhimi i burimeve. Një periudhë shpenzimesh ose investimesh të papritura që duhen vlerësuar me kujdes ju pret. Kjo nuk është koha për blerje impulsive ose ndryshime të mëdha ekonomike. Në vend të kësaj, rishikoni buxhetin tuaj me një sy analitik, a ka shpenzime të përsëritura që mund t'i shkurtoni pa përpjekje? Krijoni një fond të vogël të papritur për t'i ushqyer çdo javë. Dhe merrni në konsiderat idenë e investimit në trajnime ose mjete që përmirësojnë performancën tuaj. Shpenzimi i duhur për ju është ai që sjell rezultate. Pika juaj e kthesës. Zgjidh një gjë për ta shtyrë më pak. Një veprim që e shtyn vazhdimisht, një bisedë që duhet ta bësh, një vendim që e lë pezull. Këtë javë, merru me të. Bëje mirë. Bëje me prezencë. Do të habitesh se sa shumë do të liroj hapësirë mendore dhe sa shumë forcë do të gjesh brenda vetes. Ujori. Dashuria. Beqarët jenë në një fazë transformimi. Po e rizbulon veten ndryshe nga sa i njeh veten dhe kjo reflektohet edhe në dëshirat e tua romantike. Nuk dëshiron marrëdhënie të parashikueshme, po kërkon dikë që të stimulon, të intrigon, të lejon të marrësh frymë. Këtë javë mund të kesh një takim jashtë kornizave, ndoshta në një kontekst të pazakontë, një ekspozitë, një ngjarje kulturore apo edhe online. Mos u përpiq ta kufizosh atë që lind menjëherë, lëre të lulëzoj. Si çift, ke nevojë për hapësirë, por edhe për një lidhje të thellë. Duket si një kontradikt, por nuk është. Shpjegoja e partnerit tënd me qetësi. Në vend që të mbyllesh në vetvete ndaj idetë e tua, madje edhe ato paksa të çmendura. Organizo diçka origjinale së bashku, një aktivitet që nuk e ke bërë kurrë, një projekt të përbashkët, madje edhe vetëm një shëtitje nate me një listë këngësh të ndryshme nga zakonisht. Për ty, dashuria jeton në të papritura. Shëndet dhe mirëqenie. Mendja juaj vërshon me shpejtësi, ndonjëherë shumë shpejt. Të ndalosh nuk do të thotë të humbasësh kohë, por të mbushësh mendime. Provoni teknikat e frymëmarrjes. 3 minuta në ditë janë të mjaftueshme për të zvogëluar ankthin dhe për të përmirësuar qartësinë. Nëse mundeni, filloni ditën me 5 minuta heshtje të plot, pa telefon, pa stimuj. Vetëm ju. Fizikisht, keni nevojë për aktivitete që ju pastrojnë mendjen, ciklizëm, shëtitje në qytet, klasa dinamike në grup. Në tavolinë, lehtësohuni. Zgjidhni ushqime që nuk ju rëndojnë, perime të gjalla, bishtajore, quinoa, fruta të freskëta. Pini shumë ujë, ndoshta të aromatizuar me kastravec ose mente. Dhe nëse keni probleme me gjumin, krijoni një ritual, drita të ulta, muzikë të butë dhe një gjest të vogël të përsëritur çdo mbrëmje. Një herë në ditë, shkëputuni nga gjithçka për të paktën 20 minuta. Uluni, merrni frymë dhe lëreni mendjen tuaj të ndalet. Atje i gjeni idetë më të mira. Puna dhe karriera. Koka juaj është plot me ide, por ju nevojitet konkretësi që ato të mbinë. Kjo javë është koha e duhur për të zgjedhur vetëm një dhe për të filluar ndërtimin, hap pas hapi. Shmangni shpërndarjen, mos pranoni gjithçka vetëm nga kurioziteti. Pyeteni veten, a më afron apo më larg ky aktivitet nga vizioni që kam për veten pas 6 muajsh? Një mundësi mund të vijë papritur, ndoshta fal një personi që e keni nënvlerësuar. Dëgjoni, vlerësoni, por mos nxitoni të vendosni. Nëse punoni në një ekip, vlerësoni diversitetin e mendimit. Ju jeni ai që lidh pikat, përdoreni atë si një superfuqi. Kreativiteti i aplikuar. Ke një vizion të gjerë dhe origjinal. Megjithatë, shpesh e mban për vete, duke menduar se të tjerët nuk do ta kuptojnë. Por jo këtë javë. Ndani një ide, qoftë edhe të çuditshme, me dikë që i besoni. Mund të zbuloni se jo vetëm që pritet mirë, por edhe është e arritshme.
Krijoni një hapësirë krijuese, një fletore, një tabelë njoftimesh, një shënim zanor. Mjeti nuk ka rëndësi, ajo që ka rëndësi është që të filloni të çlironi atë që është brenda jush. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, lejojini vetes një marrëzi të vogël konstruktive çdo ditë. Diçka që ju frymëzon, ju bën të buzëqeshni ose ju shtyn përtej modeleve të zakonshme. Mund të jetë një ide, një gjest, një propozim. Nuk ka rëndësi nëse jo të gjithë do ta kuptojnë menjëherë. Ndërkohë, ju po ndërtoni horizontin tuaj të ardhshëm. Peshqit. Dashuria. Beqarët, intuita juaj është aq e mprehtë këto ditë sa mund të lexoni zemrat para se dikush t'ju flas. Por kini kujdes, jo të gjitha emocionet që ndjeni janë tuaja. Zgjidhni me kujdes se ku ta drejtoni vëmendjen tuaj këtë javë. Takoni njerëz që ju bëjnë të ndiheni të lehtë, të frymëzuar, të vërtetë. Nëse mendoni se dikush po përpiqet t'ju ngatërojë ose t'ju mbush me fjalë pa substancë, buzëqeshni dhe ecni përpara. Si çift, keni nevojë për romancë, por edhe stabilitet emocional. Mos prisni që tjetri të kuptojë gjithçka, shprehni nevojat tuaja thjesht. Një ftesë për të ndarë një moment të ngadalë, duke gatuar së bashku, duke parë një film sipas zgjedhjes suaj, duke folur me qetësi, mund të bëjë mrekulli. Nëse ka plagë të kohëve të fundit, mos i hapni ato. Kujdesi, pranimi dhe heshtjet qetësuese do të marrin rrugën e tyre. Shëndet dhe mirëqenie. Mirëqenia juaj varet nga ekuilibri midis emocioneve dhe ndjeshmërisë. Këtë javë, filloni ta trajtoni veten me të njëjtën delikatesë që trajtoni të tjerët. Krijoni një hapësirë të shenjtë për veten tuaj. Mund të jetë një cep i shtëpisë tuaj me një qiri aromatik, një qilim, muzikë relaksuese. Aktivitete të rekomanduara: meditim me imazhe të udhëhequra, pikturë, këndim ose shëtitje të gjata pranë ujit. Shmangni ushqime tepër të përpunuara, zgjidhni pjata të thjeshta, kremoze dhe ngushëlluese. Oriz basmati, perime me avull, çaj bimor kamomili ose melisa. Nëse ndiheni të mbingarkuar me emocione, bëni një dush të gjatë në heshtje duke vizualizuar gjithçka që doni të lini të shkojë ndërsa largohet. Çdo ditë pyeteni veten, apo i respektoj kufijtë e mi? Nëse përgjigjja është jo, bëni një hap të vogël për t'i mbrojtur ato. Puna dhe karriera. Kreativiteti juaj është në kulmin e tij, por duhet t'i jepni formë. Këtë javë, merrni pak kohë për të organizuar intuitat tuaja në një projekt konkret. Shkruajini ato, vizatoni, flisni për to me dikë që di të dëgjojë. Kini kujdes të mos shpërqendroheni nga shumë kërkesa të jashtme. Rreziku është ai humbjes së energjisë së çmuar. Një mundësi mund të paraqitet në fushat artistike, të komunikimit ose të mbështetjes së njerëzve. Vlerësojeni atë edhe nëse duket shumë. Nëse punoni në një mjedis të strukturuar, propozoni një risi të vogël, edhe vetëm ndryshimi i mënyrës se si e menaxhoni një takim mund të sjellë një gllëng ajri të pastër. Intuita dhe vendimet. Ke një radar të brendshëm që rrallë dështon. Problemi? Ndonjëherë të mungon vetbesimi për ta ndjekur deri në fund. Këtë javë, vëre në provë. Kur përballesh me një zgjedhje, ndalo për një moment, dëgjoj trupin tënd dhe vëre se çfarë ndodh, tension apo hapje. Zgjidh atë që të bën të marrësh frymë më lehtë, jo atë që u duket më e sigurt të tjerëve. Intuita nuk është një mister, është një busull. Dhe e jotja tani është shumë mirë e akorduar. Pika juaj e kthesës. Për 7 ditë, çdo mbrëmje shkruani një gjë që e keni intuituar dhe që ka rezultuar e saktë ose e dobishme. Në fund të javës, rilexojeni, do të zbuloni se mund të besoni shumë më tepër se sa mendoni. Dhe kur të filloni t'i besoni vetes, gjithçka tjetër, dashuria, puna, ekuilibri, fillon të rrjedhë më butësisht.